Erdogani ka lëshuar, pra, kur them Turqia, Erdogani, prokuroria e Turqisë, po qënë si ka një janë të gjitha këto, ka lëshuar urdhër arresti për Bibi Netanyahu, kryeministrin e Izraelit, për ministrin e mbrojtjes aktual të Izraelit dhe për një 7 vjet, 36 zyrtar të tjerë. Ndërkohë që unë po e flisja me kullën tani para pak sekonda është të gjë, i çova dhe Ledios, i cili po na shikon të gjithë në këto momente, dhe titullin ja kam nisur në WhatsApp, Ledio të lutem updatoje me njerë e fundit, / Turqia lëshon urdhër arresti ndaj Netanyahut. Be gati dhe lëshoja urgjent. Kulla, fillojmë pa humbur kohë. Që është ky lajm që ra si bombë? Pritej për ty? Jo, është një lajm bombë. Pse është bombë? Është bombë sepse është herë e parë që një vend antar i NATO-s, më saktë, ushtria e dytë e NATO-s, lëshon urdhër arresti për gjithë shtresën drejtuese të një shteti të pavarur dhe mik të NATO, siç është Izraeli, prokuroria e Stambollit më saktë, duke filluar nga një seri ngjarjesh. Ngjarja e parë është sulmi në një spitali në Gaza, në Gaza City në 27 tetor të 2023, duke llogaritur që është vetëm 20 ditë pas para 2 vjetëve. Vetëm 20 ditë pas ngjarjes së 7 tetorit kur Hamasi bëri sulmet, dhe i ka lëshuar për genocid, vrasje masive, dhe këto do jenë urdhë arresti që Turqia do t'i çojë në Interpol. Është kriza, kjo hap krizën më të madhe brenda vendeve të NATO-s, pasi një pjesë e tyre janë të detyruar që të gjitha zyrtarë, nëse Turqia i kërkon, t'i ndalojnë bazë rregullave të Interpolit dhe t'i procedojë. Pra, kjo do t'jetë kriza më e madhe politike që hyn edhe në marrëdhëniet mes Turqisë dhe Izraelit, po, sepse nuk diskutohet më, këto janë gati një gjendje lufte tani, por edhe në marrëdhëniet mes Turqisë dhe vendeve të tjera anëtare të NATO-s, ku kryesisht është SBA-ja, që është aleati kryesor i Izraelit, dhe vendet e tjera, pasi kjo gjë do të thotë jemi në hapin gati përfundimtar përpara një konfrontimi të drejtë mes Turqisë dhe Izraelit. Kur më parë nuk ka ndodhur një ngjarje e tillë, dhe kjo që vjen sot nga prokuroria e Stambollit, jo rastësisht nga prokuroria e Stambollit, Stambolli, mos harrojmë, është gjithmonë baza më e fortë elektorale dhe politike e Recep Tayyip Erdoganit dhe e shtetit turk. Ndërkohë që e ka humbur, e nxori Ledio, Turqia lëshon urdhër arresti për Netanyahu. Dëgjoj, ndërkohë që e ka humbur Erdoganin duke Stambollin, bashkinë. Humbur Stambollin, për kryetari i Bashkisë Stambollit shkoi në burg. Çështja është... Po tani kush është në krye? Është një nga nënkryetarët ka një ashtu. Çështja është që Stambolli historikisht ka qenë, sepse vetë Erdogani para se të futen politikën e madhe ka qenë kryetari i Bashkisë Stambollit. Pastaj shkoi në burg, pastaj doli. Po, qartë. Nëse më kur themi prokuroria e Stambollit është Erdogani, vëlla, tani se aty pushtetet bien që prokuroria e Stambollit është Erdogani me drejt, siç thua ti, dhe kjo do të jetë, kjo parashikon një nga krizat më të mëdha të kësaj marrëdhënie në historinë e Izraelit, po dhe në historinë e Turqisë. Kjo gjë është fill pas faktit që dje Izraeli rifilloi sulmet në jugun e Libanit. Dhe po përgatit... Ka lidhje thua ti me këtë apo jo? Apo është një vendim që është marrë përpara? Jo, besoj që po. Besoj që po, sepse Izraeli ka vendosur të ridërgoj trupat të pushtoj jugun e Libanit. Mi pa, po shirje ka Turqia me Libani për ata që na dëgjojnë tani? Turqia është vendi që sot komandon... Si ka marrëdhënie me Libanin, Turqia? Shumë të mira. Ai ka të mira? Turqia është vendi që ka marrëdhënie të shkëlqyer në këtë moment me Sirin, ti e di që unë para 3 javësh ishen Siri, po. Edhe me Libanin, dhe aq më tepër Turqia në brenda OKI-s, Organizatës Konferencës Islamike, është një nga aktorët kryesor. Dhe kjo është një bombë që lëshohet minutën e fundit, bombë politike sigurisht, në gjirin e një krize që ashtu kështu është goxha e madhe. Jemi live, zonja Zotri, me Ilir Kullën, lajmi sapo ka rënë, ka vetëm pak minuta, ne po trajtojmë tani, por të thënë që jemi live në të momentin në MSN TV, ora është 21:06 minuta. E fundit fare, Turqia ka lëshuar urdhër arresti për Netanyahu, kryeministrin e Izraelit. Ben-Gvirin, që është ministri brendshëm. Ben-Gviri, ministri i brendshëm apo i mbrojtjes? Ministri brendshëm. A, ka lëshuar për ministrin e brendshëm? Po. Si ti më thej i mbrojtjes që parë? Jo, Ben-Gviri, ministri e brendshëm, ka lëshuar për ministrin e mbrojtjes, për Smotrich, që është ministri i financave, dhe një seri zyrtarësh, general, Çerbi. Pak a shumë, po themi,
Për gjithë kupolën drejtuese. Kupolën drejtuese të Mikulla, që ta kuptoj me qetësi këtë punë, edhe pse është lajmi i fundit, ndoshta gjërat janë akoma duke nuk kanë precipituar akoma. Duhet thënë që Netanyahu ka një ai ka një urdhër arresti nga gjykata ndërkombëtare penale. Penale. Po, e Hagës. E Hagës. Po. Që do thotë ai Netanyahu edhe para këtij urdhri arresti të lëshuar sapo nga Turqia, e kishte të vështirë të vinte të ulej në Europë diku. Po, ka një gjë, diferenca cila është? Diferenca është që jo gjithë vendet e njohin Hagën. E njohin gjykatën ndërkombëtare të Hagës, si në raste tjera pra ai urdhër nuk zbatohet siç ka ndodhur edhe me Netanyahu, siç ka ndodhur edhe me Putinin, kurse në rastin që një vend antar i Interpolit dhe një vend numri 2 i NATO, siç është Turqia, lëshon një urdhër arresti, Interpoli është i detyruar të ndalojë kudo që tjetë në çdo vend të Interpolit të ndalojë këta njerëz që janë... Pra, ndryshe nga Hagën, kush nuk e njeh në Europë? Ka disa vende që nuk e njohin, kanë drejt mos e zbatojnë. Përveç amerikanëve, për shembull në Europë e njohin gjithë apo jo? E njohin gjithë, po jo gjithë e zbatojnë. Në rastin, nëse të kujtohet, në rastin e Italisë, pra disa muaj përpara, unë ndalua një general libian që akuzohej për torturë ndaj emigrantëve të palishëm, edhe atë ndaloi prokuroria e Italisë, ndërkohë shërbimet italiane hipën avion dhe çuan në Libi, në Beirut, në kryeqytetin e Libisë në Tripoli, dhe para 3 ditësh e ndaloi prokuroria e Libisë për të njëjtën akuzë dhe arrestoi, ndonë se ishte në kërkim ndërkombëtar nga gjykata ndërkombëtare. E kuptova. Kurse në rastin konkret kemi të bëjmë me një vend sovran i cili është edhe vendi i dytë i NATO-s për nga numri i ushtrisë, edhe është një nga vendet kryesore në gjitha të rajon, pra edhe në rajonin e Azisë, edhe në lindjen e mesme, por që është Turqia është sigurisht një nga superfuqitë më të mëdha në botë, dhe kjo përfaqëson një krizë shumë të madhe. Në rastin konkret, kjo krizë do të transmetohet edhe tek ne, sepse ne jemi vende të ngushta aleate edhe me Turqinë edhe me Izraelin. Kulla, me që lajmi ishte i fundit fare dhe tani po mbrin, unë këtë e themer pasere me qëllim, se të vinë në këto momente njerëzit që hapin ekranin ose futen në YouTube që e shohin emisionin, është lajmi i fundit fare, zonja zotëri, ka më shumë se 30 minuta që ka ndodhur, është një lajm, duhet thënë, tmerrsisht i rëndësishëm politik, ende politik për momentin. Turqia zyrtarisht ka lëshuar urdhër arresti për Netanyahu, kryeministrin e Izraelit, për 3 ministrat e tij kryesor të financave, të mbrojtjes dhe të brendshëm, dhe për rreth 35 zyrtar të lartë të administratës së Netanyahut. Ky është një lajm i paprecedent, duhet thënë, është vendi i parë në NATO si shtatë e kulla, vendi i parë i NATO-s që lëshon një urdhër arresti për një vend, po themi, aleat si Izraeli, aleati numër 1 i NATO-s. Edhe i SBA-s edhe i NATO. Tani, me që jemi këto momente live dhe duhet menaxhuar mirë kur je live, kur është lajmi i fundit fare, leti do të nxjerrë edhe në ekran. Eno sapo ma gjeti, e ka përkthyer me Google Translate, kështu që për arsye shpejtësie, kështu që mund të më gabim. Kohën e inteligjencës artificiale çandi, e lejojmë vetë. Ja lajmi zyrtar, pas përcaktimit së të dyshuarit, nuk mund të arrestoheshin për shkak se nuk ndodheshin aktualisht në vendin ton. Në 07 i 11/2025, në kërkesë të zyrës kryeprokurorit ton publik, gjykatësi penale i paqes në detyrë Istanbulit lëshoi urdhër arresti për 37 të dyshuar, përfshirë kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, ministrin e Izraelit të mbrojtjes Israel Katsi, ministrin e Izraelit të sigurisë kufitare Tamara Ben-Gvir, shefin e shtabit të përgjithshëm të Izraelit Eyal Zamir dhe komandantin e forcave detare izraelite David Saar Salama për krime kundër njerëzimit, siç rregullohet në nenin 77 Kodit Penal Turk dhe gjenocid, pra për genocid, akuzohet për genocid, siç rregullohet në nenin 76 Kodit Penal Turk. Hetimi vazhdon me kujdes në mënyrë të plotë, i shpallet publiku, thot, zyra e kryeprokurorit të Stambollit. Ledi do e nxjerrë sa ta bëj gati në këto momente. Kulla, tani, unë kam një pyetje, që përshëndetje Çani, më thonë, ky urdhër arrest vjen si pasojë e zhvlerësimit të lirës monedës turke në mënyrë katastrofale vetëm para 2 ditësh nga bankeret zionistët, nga bankierët zionistë. Shkojnë dhe me gabime dhe unë lexoj gabim, sigurisht. Kjo s'ka lidhje thua atje, apo ka lidhje? Tani... 2 ditë, thot ky, ka 2 ditë që se është i vërtet lajmi, nga Maqedonia e Veriut më vjen ky mesazh, që është vlerësuar lira në mënyrë të tmerrshme, në mënyrë katastrofale, thot, vetëm para 2 ditësh.
nga bankerët zionistë, thot ky. Tani, që bankerët... Nga bankerët zionistë që atë perle. Bankerët janë... Një pjesë e bankerëve në përbot janë e brejnë, kjo fund dirë, por edhe nëse shkojmë në historinë e Erdoganit dhe Turqisë, kur ai erdhi në pushtet në banka turke, kishte depozita rreth 40 miliard euro, 40 miliard dollar nga e brejnë në përbot, do me thënë. Atëherë Erdogani i ktheu ato lekë mbrapa, sepse ishte kushti që të vinin lekët e arabëve në banka turke. Po kjo është një gjë që është mbyll 20 vjet përpara. O kulla, që Turqia... Tani Turqia është vendi ku janë vendosur paratë e arabëve, konkretisht Katari dhe aleatët e Katarit. Bukur. Dhe normalisht ti ke qenë një nga të rallët që ke thënë këtu nuk është se Turqinë e duan shumë vendet arabe, apo nuk është se kanë ndonjë simpati të madhe. Sigurisht sepse kanë problemin që ata nuk e njohin se është historia perandorisë osmane. Pikërisht pra. Nuk e njohin për kalif të islam. Bravo. Ndërkohë që ai e konsideron veten... Arabët dhe turqit nuk flasin arabisht. Ndërkohë që ai e konsideron veten trashëgimtar sultanit dhe kalifi gjithë botës islame. Ja ku është. Ç'është kjo ledhje që na nxorë tani? Se mua bie dhe drita e projektorëve te dhe nuk shoh asgjë. Urdhër arresti. Është i gjatë tu. Është anglisht i gjatë? S'po e kuptoj, se nuk është një tekst të shkurtër. Është i përpunuar urdhër arrestit i gjatë. Është lajmi i fundit. Kjo është e plotë, se kjo është pjesa e arrestit. Që me thanë Kullës, Erdogani se respekton Netanyahu, respekt. Me i thanë Kullës para pjellë Erdogani se sa arrestohet Netanyahu. S'merret vesh këtë jetë që shkruan. E si njerëzit kanë opinionet të veta, ne do komentojmë lajmin. Unë kam një pyetje pikërisht pa. Zonja Zotërinj, mi mbrëma gjithë ju që mbrini këto momente, jemi live. Më e madhe mbes 2 vend. Ora është 21:13 minuta. Çfarë do ndodhi pas këtij lajmi? Ishte fundit fare, Turqia lëshon urdhër arresti për Netanyahun. Hapini mirë sytë dhe veshët dhe gjithë ju që jeni të interesuar për të kuptuar pak për te o borrit dhe gardit tuaj këtu në Shqipëri, për të kuptuar ngjarjet e botës. Sa më mirë të kuptoni edhe aq mirë do kuptoni se si funksionon katundi këtu. Kështu që janë shumë të rëndësishme dhe ju jeni të shumë që jeni inteligjent dhe ndiqni pafund të histori që s'kan të bëjnë me Shqipërinë direkt, por indirekt. Kulla, një urdhër arresti i tillë që përveç se është një akt juridik i mirëfillt ndaj një shefi shtetit si Netanyahu në Izrael. Që është vetëm ai, është qeveria. Po le të themi, kur themi ai, të tjerët, problemi është ky, që Turqia ta bëjë këtë gjë, ti thua e ka bërë në mënyrë autonome që ka marrë të vendim, apo ti thua është i fuqi e madhe mbrapa? Pra kush mbrapa? Ja rus, po një sekond pra tani kulla. Se kjo duket se gjithçka është çështje lobimi. Pra Turqia nuk është se kuptoi tani që Izraeli, sa thuash, është në luftë me këto vendet arabe dhe ku janë vrarë dhe shumë të pafajshëm, dakor? Se fjalën gjenocid nuk e vendosur dot ne. Turqia po i paraprin një sekond ta mbaroj pyetjen, se shumë e rëndësishme për ata që na ndjekin. Pra, Turqia nuk është se e kuptoi tani. Tani u mor vendimi, doli urdhër arresti, por pyetja ime, nuk e di pse më ka ikë mikrofonët, po pyetja ime është e thjeshtë. Përderisa mua nuk më duket fare, nuk më duket kaq e rastishme kjo gjë, pra duhet të ketë një prapavi, duhet të ketë një parapërgatitje, duhet të ketë një mbledhje diku që është bërë. Pyetja ime është kush janë brapa, vlla? Janë rusët, pra është Putini, është Kina, apo mos është vetë Trumpi, që ja bën Netanyahu të për t'i bërë shantazh për të thënë zotëri, kujdes, ne vërtet jemi miq dhe unë të dua shumë dhe ti më do shumë, po mos dosh apo kalon pak caku më shumë se duhet. Dhe hop, i thot babi Erdoganit, gjyshit Erdogan, i cili ti e di që Turqia ka gjithmonë një çizme në duart e amerikanëve apo jo? Her pas here. Varet cila Turqi. Nuk ka rëndësi, unë them historikisht Turqia ka qenë se thuash një kallash në dorën e sulfuqive të mëdha, që ata e kanë përdorur pas here për shantazhe, për të bërë presione të tjera. Kjo dihet, këtë ti s'mund ta mohosh dot. Në këtë kontekst po e them prapë, unë po e zgjeroj tani, nuk po futem detaje. A është kjo një, le ta themi, psyop, operacion psikologjik? Pyetën e thash. Jo. Saj op. Kjo është një imponim që Turqia do t'i bëjë gjithë vendet e konferencës islamike në mënyrë të veçantë atyre të Ligës Arabe. Po, që? Të cilat mos shkojnë në njohjen dhe në paktet e të quajtura abrahamike, të cilat po imponon presidenti Trump për njohjen e dyanshme nga arabët të Izraelit dhe Izraelit të botën arabe, pa ndodhur njohja e pavarësisë Palestinës. Pra, Turqia... Si ma po e bënë në mënyrë autonome Turqia, thua ti kolla? Po imponohet arabëve. Po imponohet konferencës islamike, antarëve që mos kenë njohje të Izraelit, Atëre me lejon. pa njohur Palestinë. Atëre për ta bërë
debat, në thonjë zë. Unë debat me ty nuk bëj asnjë, por kam kënaqësinë, jam kurios të zhbiroj pak, të ngacmoj pak. Le të marrë për të kuptuar se çfarë po ndodh. Vetëm një ditë apo 2 ditë më parë, Putini ka dalë në një deklaratë, besoj e pe. Ku i thoshte Izraelit, kujdes, ti godite shumë pranë për mos thënë brenda një baze ruse në Siri. E ke parasysh që goditi Izraeli brenda në Siri. Dhe goditi një bazë, nuk goditi as pistën, as atë të kontrollit. Dakor? Kullën e kontrollit. As kullën e kontrollit. Goditi një bazë... Goditin atake. Bravo. Dhe Putini i thoshte, unë nuk e di, thoshte, se ti deklaron që e kam bërë ose për parandalim të terrorizmit dhe të tjerë, ose për një arsye tjetër, po kujdesi ta. I u tërgove i zgjuar, i thënë Netanyahu, se nuk e shkele vijin e kuqe, pra nuk e kaloj bomba jote, nuk kaloj të territori që mund të ishte. Kujdesi ta, po e kalove atë gjë, ne do përgjigje me zjarë. I thoshte Putini, Netanyahu, vetëm 1 ose 2 ditë më parë, dolin gjitha media. Ki parasysh që dhe vetëm 2 ditë më mbrapa, ose 1 ditë më mbrapa, del vendimi i Erdoganit që e quan e nxjerr kështu thuaje. Pjesa tjetër e territorit, që? Që lëshon urdaresi. Pjesa tjetër e territorit e Sirisë kontrollohet nga aleati numër 1 i Turqisë, që është Ahmet al-Shara. Pra, pikërisht pa. Kjo është në favor të argumentit tim, pra. Jo. Që nuk mund të jetë Turqia autonome në vendimi për të lëshuar urdaresi. Turqia në këtë vendim është super autonome. Po nga e ti më kulla, po më jep një indicia, më jep një argument që të besoj. Jo, për te që një mirë Turqit, një mirë situatën në lindjen e mesme. Turqia po i thot Izraelit stop, tani do hymë luft. Dhe para se të hymë në luft, unë do të bëj një akt juridik. Është gati thuat Erdoganit të hymë luft me Izrael? Kjo është parashikimi, pra Turqia po bën një akt juridik, në mënyrë që nëse shkon në një luftë të drejt për drejt me Izraelin në Siri, në lartësitë Golan, në kufi aty e tjerë, Turqia të ketë justifikimin juridik sepse të hynë në një luftë të drejt për drejt me Izraelin ato. Jemi prapë me YouTube-in jemi keq, ë? Disa kohë me vones, me faqen e YouTube. Ade, ky është problem shumë i madh që nuk dihet si të zgjidhet, por nëse çon si ka. Le të lajmëron që ka djalë në YouTube-it vlla, që është unë në MCN, domoshta atë djalë në internetit. Ë? Vjen me kovones zëri, më thonë. Nuk dhe i se qa bëjnë krahasimin. Thot, je me kovones në YouTube, thot. Pra, del zëri mbrapa figurës, më kupton? Nuk e di pse, nese qënë si ka. Hapni më të në shikoni momentin, hapni si keni ekran në shtëpi, jo, se u çmendët me celular, u qorua dhe nga sytë, kupton? Kur jemi live, shikoni më të në. Sa mbaron live, hap, bam futuri tek faqja në YouTube. Dakor? Tani nxire faqen, le dio. Ora është 21:19 minuta, ka mesazhe pafund kulla. Në qoftë se Izraeli, më thonë, sulmon Turqi me raketa do ndërhyjë NATO kundër Izraelit në bazë të Nenit 5? Normalisht duhet të ndërhyjë, por edhe kjo do të jetë kriza më e madhe brenda NATO, se në qoftë se ato sulmojnë njëra tjetrën, është luftë drejt për drejt pastaj. Domethënë, kjo që ndodhi sot është paradhoma një lufte të drejt për drejt mes Turqisë dhe Izraelit. Ja se s'më shkuan dhe Gjuli Keko. Përshëndetje Gjulit. Bashortja e Teodorit. Edhe është dhe mikesha ime Gjulit. Po, pa tjetër. 125 vende janë diplomate vjetër. 125 vende, thot Gjuli, janë shtete palë, më ka nisur një... Janë palë të statutit të Romës të gjykatës ndërkombëtare penale, 125 vende. Nga to 33 shtete janë shtete afrikane, 19 janë shtete të Azisë paqësorit, 20 janë nga Europa lindore, 28 nga shtetet e Amerikës Latine dhe Karaibeve, dhe 25 janë nga shtetet e Europës perëndimore dhe të tjera, traktati OGB-s e tjera e tjera. Janë thjesht për informë, para nuk janë të gjitha shtetet palë të ICC-s, më thotë, të gjykatës penale. Po, të Interpolit janë? Po, Interpolit... Turqia e qonë Interpol urdhër arrestet. Pra, në qëfëse gjykata ndërkombëtare ka këtë gjithë të Gjuli? Interpolit janë të gjitha shtetet, janë të gjitha pa... Po, gjithë antarët e Interpolit. Turqia i fut në Interpol? Jeni të shumë që të dërgoni mesazhe 068 20 02 868 në WhatsApp, mirë bëni, në fakt se tregon që jeni kurioz. Mirëmbrëma Çani, Izraeli është i pari vend në botën e pas luftës së dytë botërore që në fund të konfliktit me Palestinën do të ketë një varrezë ku do të prehen 20.000 fëmijë të vrarë, dhe sigurisht do të ketë një urdhër arresti ndërkombëtar. Ky duket që është me flamurin palestinez. Opozita e para me ç'është kjo? Kulla, më thot, më vjen mesazh tjetër. Do më vjen mesazh tjetër edhe i tabel. Ndërkohë, mos ndoshta është fakti që Erdogan ka rënë në 20% në sondazhet, thotë opozita e para me 35%? Erdoganin ka një 25 vjet që thon ka rënë, po Erdogani fiton çdo palëzgjedhje. Sa i shpërndan lek po është i papar. Po këtë se dim shpërndan apo jo, po. E ka treguar vetëm është. Zgjedh në kulturën turke ajo, se ne domethënë. Pikërisht apo.
Jo, ne kemi në kulturë të japim fshehuras dhe i japin hapur. Po mirë për në regullë është kulturën dhe lokale. Nëse ditua nuk e bën Erdogani këtë që të marrin mbështetje. Ja, ai këzjedhë dhe i ka shumë më mbrapa në këtë moment. Dëgjoj, Turqia vetëm larm krokodili i thonë, po të shpjosësh gjithë diplomatët lart e poshtë të vendeve arabe, ti i di se i njeh mirë se unë, thonë i ka gjithmonë kështu larm krokodili, them unë, e them frëngjisht. Lot krokodili i ka këtë që për palestinezët. Po ka një gjë më. Askush nuk ka bërë këtë kur asnjëherë s'ka ndodhur në historinë e Izraelit, edhe vendet që kanë qenë në luftë me Izraelin, si Irani e tjerë, askush nuk ka bërë këtë që po bën Turqia në këtë moment. Është një gjë e pa precedent. Kalon çdo lloj imagjinate në marrëdhënie ndërkombëtare dhe në botën moderne që një vend antar si Turqia të shpallë urdhë arresti për gjithë klasën drejtuese të Izraelit. Kur s'ka ndodhur. Vetëm se dëgjoj kulla. Sepse tash duhet dali Izraeli shpallë urdhë arresti për Erdoganin dhe për tjerët. Ju çfarë mendoni zonës zotëri që po na ndiqnin nga gjithë bota në këtë momente, në YouTube të faqja që tregon Ledio në ekran dhe këtu në MCN live si çdo të martë më kurrë të premte, çfarë mendoni për këtë lajm? Dhe pyetja është dhe për ju dhe për Kullën. Bëuni interaktiv, reagoni. Hajde të bëjmë emisionin bashkë, shumë interesante, 068 20 02 868. Unë ju kam xhan, po edhe ju. Hajde të flasim bashkë. Kulla, për ty ky është më shumë se një lajm, më shumë, pra ky lajm për ty ka më shumë se një rëndësi politike, thua ti? Është për te? Ky ka rëndësi geopolitike, është paradhoma një lufte rajonale që të pa parë ndonjëherë. Tani, pyetje, fantazi, që mund të ndodhi, po për momentin është fantazi. E zënë për një moment, Bibi Netanyahu, gjatë Benjamin Netanyahu, Bibi Netanyahu, shkurt, i hipën avionit dhe vjen në Tiranë. E arreston Ramsi? Jo. Apo nuk e arreston? Jo. Po Ramsi e njeh, duhet ta njohë urdhrin e Interpolit apo jo? Sigurisht. Pse se arreston Ramsi? Ramsi 4. Sepse s'ka këllqe. Do këllqe të mëdha. Çështja është që kjo gjë do t'i kushtoj prishjen e marrëdhënieve me Erdoganin dhe me Turqinë, sepse Turqia e cila shumë e fortë Shqipëri do kërkojë se s'bën ndalimin e tij. Pra, po ti thuaj që Ramsi bëhet me Netanyahu, nuk e arreston. Po s'ka ç'a bëj. Po. Pra, do marri përsipër që të prishet me Erdoganin. Kështu do jetë gjysmë e vënë, o do prishesh me njërin, do prishesh me... Bibi Netanyahu të hipën avionit dhe mbrin Paris. E arreston dot Macrona? Macroni jo, sepse Macroni është me lobin hebret, po nuk është me Turqi. Kështu nuk e arreston? Jo. Bibi Netanyahu hipën avionit, shkon në Gjermani, në Berlin. E arreston dot Merca? Këta që janë pushtet, jo, po nëse vjen një klasë tjetër mund të arrestoj. Këta që janë në pushtet, jo? Jo. Bibi Netanyahu i hipën avionit dhe shkon te Trumpi në shtëpinë e bardhë. Jo, White House. E arreston dot Trumpi? Çështja është që Trumpi nuk e arreston dot atë, po në një njëjtën kohë Trumpi ka edhe problemin që s'mund të humbi dot një aleat si Turqia. Kjo do jetë një nga krizat më të mëdha që ka parë bota moderne, diplomatikisht. Bibi Netanyahu kulla merr avionin dhe i hipën dhe shkon dhe ulet në Athinë. E arreston dot Miçotaçi? Miço është Miço, ja themi në mënyrë... Miço shkurt, po Miçotaçi, po. Miço është aleat i Izraelit, po nëse vjen një klasë tjetër mund të arrestoj. Sepse rastësisht Izraeli ka gasjellsin që kalon nëpër Greqi, që eviton Turqinë, kupton se me këtë histori dalin dhe gjithë interesat, gasjellsat, naftësjellsat, parat, floriri, armët, F-35-at, kundër ajrorët, S-400-at, S-500-at nga Rusia. Do më thënë, kjo luft është qershia mbi tort për gjithë konfliktin e lindjes mesme, kupton? Ilir Kulla, Bibi Netanyahu hipën avionit dhe zbret në Rom. E arreston dot Melona? Në Rom ka shumë mundësi sepse Meloni nuk e kontrollon drejtësinë në Rom dhe prokurorët e italianë me zor presin që ndodhin gjithë, sepse populli ka shumë pro-Palestinë sidomos të majtët në Itali, cilët janë shumë afër me drejtësinë dhe me prokurorinë në Itali. Ky është problemi i madh për Melonin për shkak. Bibi Netanyahu hipën avionit dhe zbret në most të Putini. Arreston Putini? Po. Pa i s'ka nevojë për urdhë arrestin turk, arreston vetë nëse nuk ka, pra nuk është se pret urdhë arrestin turk Putini. Nëse si shkojnë gjërat ku duhet, arreston vetë. Pra dhe pa urdhë arrestin turk. Por ka një gjë që Rusia dhe Izraeli kanë pas gjithmonë që nga themelimi i Izraelit deri sot ca lidhje të nëndeshme që janë shumë të forta se lidhjet e tjera. Pikërisht më të pyeta. Qofse vazhdon kjo marrëdhënie, po, por jo se ka nevojën e urdhër arrestit turk. Spanja, Bibi Netanyahu zbret në Madrid, arreston.
Bibi Netanyahu zbret në Hungari, te Orbani. Jo. Zbret fjalë. Bibi Netanyahu gulla hipën avionit dhe zbret në Çeki. Varet kush Çeki, Slovaki, këto vende. Varet kush është në pushtet. Pra Slovakia arrestojnë. Në Poloni? Në Poloni po. Zërbe. Po, sepse polakët janë populli më anti-hebre në Evropë. Janë anti-hebre, thua? Po, më anti-hebre. Bas të statistikave dhe... Po pse janë anti-hebre polakët? Shu, ka qenë që nga lufta e dytë botërore. Ata janë anti-rusë të mërshëm? Janë anti-rusë, po janë edhe anti-hebrej. Seriozisht? Po. Do më thënë, ki parasysh që antisemitizmi më i madh në Evropë është Poloni. Kjo thënë nga izraelitët vetë. Po duhet këtë arsye historike për këtë. Po ka arsye të vjetra historike. Që s'është rasti këtu sot. Jo, që s'është rasti, do më thënë. Ora 21:27 minuta, zënë zotrin, jemi live, shkruani në WhatsApp të 068 Dhe pastaj gjithë bota azjetike, bota afrikane, ka sa ka. Nuk i ka në Afrikë, ndonjëherë këtu në Europë. Në Evropë ta thash pa, çahet krize e madhe do jetë, domethënë. Pyeta. Po këtu në Jordani, në Egjipte në këtu? Në Egjipt jo, sepse Egjipti me Turqinë si kanë marrëdhënie të mira. Po në Jordani? As në Jordani. Po vendet e tjera po. Po në Katar dhe në Arabinë Saudite? Katar e fshin. Zërbe? Po. Katari dhe Turqia janë një vend, domethënë. Po në Arabinë Saudite jo? Edhe në Arabinë Saudite. Po këte nga Emiratet? Pa atje nuk. E fshin? Po. Seriozisht e ke? Po. Ata kanë marrëdhënie të mira me Izraelin në kulla? Po kanë marrëdhënie të mira edhe me Turqinë se. Me Turqinë para Izraelit? Po. Arabia Saudite? Po. Më falet, a urejnë me Turqinë Arabia Saudite? Pra kanë interesat, ti e di shumë mirë. kanë ndryshuar gjërat, çan. Kur kanë ndryshuar, këtë vitin e fundit? Jo, kanë ndryshuar vitet e fundit. Mos. Arabia Saudite është kthyer në hubin kryesor të investimeve ndërkombëtare. Në? Të investimeve hub kryesor. Çfarë do të thënë hub? Është vendqendrimi i investimeve më të mëdha. Prandaj po them, qëllimi i turqëve është që të imponojnë Ligës Arabe mosnjohjen e Izraelit pa njohur Izraeli Palestinën. Ky është qëllimi, thua ti? Po. Që të mos zbatohen ato që quhen marrëveshjet e abrahamike. Pse kur kishin plan që të firmoseshin? U bën një gati. Sepse me Trumpin e parë. Po, me Trumpin e dytë po përgatiten marrëveshjet e abrahamike. Dhe ti thua që ky vendim i Turqisë, ti thua do ta izoloj Turqinë nga gjithë vendet arabe? Jo, s'do ta izoloj. Turqia do imponoj gjithë vendeve arabe. Po me çfarë? Si do e imponoj? Me urdhër arresti ndërkombëtar. Nuk kanë luks vendet arabe të humbin aleatin Turqi. Por edhe e fundit fare, si ka mundësi që nuk e që janë prekur gjithë tha ministri brendshëm i mbrojtjes, i financave e këta, kulla, Netanyahu po, që është kryeministri, dhe Lavrovi, që është superstar i diplomacisë ruse, dhe njihet nga gjithë dynjaja, se nuk e sa vite kanë atë post, nuk është prekur. Se për Lavrovin e kanë lënë një korridor? Pra Lavrovi tani mund të shkojë në Stamboll të negociojë apo? Lavrovi është ministri i jashtëm. Po mos harrosh, një nga diplomatët më të vjetër dhe më të mëdhenj të botës. Prandaj po të pyes pra. Pse se kanë vënë Lavrovin pra? Tregojnë që si do ta prekin Lavrovin? Ore, a kanë zgjerrë urdhër arresti për Putinin? Për gjithë ta. Jo më jo, ç'pun ka Lavrovi? Lavrovi është ministri i jashtëm i... Se ngatrova me Lavrovin unë. Mos bëra një lapsus koshient më duke di pse rusët dhe izraelitët më duken bashkë këtë moment. O, pyta, ishe lapsus koshient, kulla. Duke di pse Lavrovi për një moment në mendjen time ishte komplet lapsus koshient, jo i koshient. Mendova thash, ky është ministri i jashtëm i Netanyahut. Pse mu bë ky lapsus? Sepse ti e bashkon lobin hebre rus me Izraelin. Ka një lidhje shumë. Mos bëj gabim thua? Jo, gabim se ke shumë, po... Pra ky ishte lapsus i koshient. Ka një orientim, po. Pyta, kjo s'kishte ndodhur ndonjëherë, ose ku di më ka ndodhur para shumë viteve. Ua, pyta, e mendoni për një çast, Lavrovi, ministri i jashtëm i Netanyahut. Mund të ishte. Po, është një lloj forme, sepse... Dhe nga fytyra po ta shoh është Lavrov. Lobi, i parasysh unë kam taku Lavrovin edhe. Po pra, është interesant shumë tonë. Po. Edhe ky Ramzi IV, sultani shqiptar e ka takuar. E ka takuar kur ishte presidenti OSBE-s. Po pra, që vajte në Moskë. Ora 21:30 minuta, ne u morëm me lajmin më të fundit fare, zënë zotrin, që sapo ra para 45 minuta shka rënë ky lajm, dhe unë e trajtova me kullën, jam shumë i gëzuar. Më pëlqen shumë vdes, akceptojmë shumë ku më vinë kështu lajme të fundit fara, bravo kulla, se ti je gjithmonë në lidhje me të vinë nga të gjitha anët. Të vinë nga të gjitha anët celular, që di e madhe si na ikuaj. Po çfarë ndodh mua? Nuk janë në X to, nuk janë në X. Ka rënë X-i më duket, a? Ka rënë kjo Elon Musku? Me ty e kam. Si s'doli në X, kjo si s'doli në X, apo... Se edhe ty shpërthena X-it, bën kështu pip-pip kur vjen ndonjë gjë. Se ke atë? Si kishte sulmet e Izraelit atë në kundër Izraelit, atëre pip. Pytan, ku godit e Izraeli. Po sa do t'i ketë si kasit mi ato.
A thua? Opa, fillo rivaliteti. Pyetën e kape? Së është punë rivaliteti, është punë networku. A se ka mendja fare, ishte i madh shumë. Me që